Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit korik për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju bëj të ditur që duhet të ndiqni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme, por të ndiqni dhe ku keni hënën. Atëherë shenjën ku keni hënën. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjës së Britsjapit, kemi kartën e botës që ka 4 energji, ka energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Luanit, Virgjëreshës. Por kemi dhe energjitë shenjave të Zjarit që jeni ju vetë. Gjithsesi mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja që përmendëm, ose mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Shoh që është një fillim muaji ku kemi Saturnin këtu, fillimi i javës së parë, që do ndikoj, do jetë gjatë gjithë muajit aty për një pjesë prej jush, dhe është i stacionuar gjatë këtij muaji, kështu që ju mund të keni disa pengesa, situata të vështira, mund të keni vonesa, mund të keni refuzime në gjëra të rëndësishme. Gjithsesi, nuk duhet i merrni si dështime këto, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, sepse gjithmonë kur vinë situata të tilla, vinë për të mësuar diçka, për të vendosur kufi në lidhje me çështje dhe situata që mund të jenë pak të tensionuara ose që ju kanë krijuar situata toksike. Por gjithsesi unë shoh këtu që ju thjesht do jeni më të organizuar gjatë kësaj periudhe, gjatë fillimit të javës, do filloni të jeni më të qëndrueshëm dhe të organizoni gjithçka që keni në jetën tuaj. Në lidhje me çështje që keni kaluar në situata stresi, tensioni, ose kjo tregon dhe varësi të ndryshme, por edhe me persona të ndryshëm që mund të keni pasur persona toksik në jetën tuaj, situata toksike me njerëz të ndryshëm. Gjithsesi, unë ju shoh, sepse kemi kartën e botës, ju e mbyllni këtë cikël të vështirë në mesin e javës dhe shoh që fillon një cikël i ri për ju. Ju do mbyllni të gjitha këto vështirësi që keni kaluar. Situata që kanë të bëjnë, ju keni qenë si të lidhur, por këtu keni marrë mësime ose merrni mësime nga situatat e vështira dhe ju do mendoni për të bërë një fillim të ri, duke lënë mbrapa vështirësitë në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni pasur, dhe do shkoni drejt një rruge të re. Për pjesën tjetër në lidhje me punën, me familjen, çështjet mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por ka të bëjë shumë edhe në lidhje me punën, sepse jemi te energjia e Britsjapit, ku ju do filloni të jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh që keni hequr, hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani në lidhje me dashurinë, për të gjithë ata që kanë pasur dashuri toksike ose kanë pas të bëjnë me njerëz toksik, me situata që kanë krijuar tension në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe unë ju shoh që ju ndryshoni këndvështrim. Do jeni dhe pak sekret gjatë fillimit të javës së dytë, por ndërkohë disa gjëra do t'i pranoni me mençuri, me përullësi në lidhje me këto situata, duke i mbyllur dhe duke u larguar. Dhe shoh një çlirim shpirtëror dhe një person vjen drejt jush. Në momentin që ju mbyllni këto situata, unë shoh një dashuri të re, një person që ka emocione dhe do jetë duke ju shprehur emocionet. Dhe shoh që do keni diskutime, fillime të reja në lidhje me dashurinë, por gjithmonë duke ndryshuar këndvështrim, duke i parë gjërat ndryshe në lidhje me dashurinë.
ose me njofit lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe me situata të ndryshme që mund të keni pasur. Gjithsesi, shoh që do merrni lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike, sepse ju i lini mbrapa të gjitha këto situata dhe aty hapet rruga për ju. Dhe ju do filloni të ndryshoni këndvështrim në momentin që hapen gjëra të reja në lidhje me punën nga ana ekonomike, me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, dhe ju shoh me lajme të mira, por do keni dhe negociata në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Dhe këtu kemi hënën e plot. Ju shoh kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh që ju me hënën e plot ose mund të jeni duke ndjekur një person në mënyrë të fshehtë, ose dikush ju ndjek në mënyrë të fshehtë, në mënyrë sekrete. Në rastin tjetër, ju mund të mbani sekret një dashuri. Jeni duke ëndërruar rreth një personi, keni shumë oferta, shoh në mesin e javës, por ju jeni të fokusuar te ky person që e ndiqni pak në mënyrë sekrete. Por ju shoh që dhe kemi përsëri hënën e plot, gjatë hënës së plot ju do jeni ngeceni në mendimet tuaja, ose ju e bllokoni vetveten në mendimet tuaja në lidhje me një dashuri, sepse ju shoh që keni oferta të tjera, thjesht ju jeni të fokusuar te një person. Mos u bllokoni në mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur. Ju mendoni rreth këtij personi gjatë gjithë kohës, krijoni iluzione, mund të idealizoni një person, por është momenti që të dilni nga këto iluzione, të shikoni gjërat qarta, hapni sytë, sepse rrugën e keni të hapur, e keni bllokuar ju veten tuaj me mendimet negative. Dhe mendime negative, kur them mendime negative, nuk është të mendosh negativisht, por është thjesht që ju mendoni që nuk realizohet diçka e tillë, ose por jo, sepse unë shoh që rruga është e hapur. Për pjesën tjetër, do jeni ndoshta shumë sekret në lidhje me ëndra dhe iluzioni që keni në lidhje me negociata të ndryshme, në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, ose mund të jenë dhe fëmijët tuaj që kanë shumë ëndra dhe shumë iluzione në lidhje me punën, me një fillim të ri të menduar mirë që dëshirojnë ta bëjnë. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me çështje dokumentash për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër në lidhje me studime të ndryshme ku ju mund të jeni duke ëndërruar çfarë degë do zgjidhni, në lidhje me trajnime, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, ju shoh që mendoni negativisht në lidhje me gjithçka. Duhet hiqni dorë nga mendimet, sepse atë që i jepni atë të rreheqni, atë energji të rrehiqni, kështu që dilni nga mendimet, sepse rrugën e keni të hapur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që do keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4, shoh jemi të energjia e shenjave të zjarit, jemi të energjia e shenjave të ujit dhe shenjave të tokës. Ju shoh që jeni në pritje të një dashurie të re, dhe shoh që në mes të javës ju takoni një person ku do jeni duke shprehur emocionet me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që merrni dhe jepni me këtë person. Për pjesën tjetër do keni një takim me personin, për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje, shoh që do kaloni shumë mirë, do jeni më të konsoliduar në njohje dhe lidhjet tuaja, por shoh që prisni një përgjigje në fillim të javës, një përgjigje për të pasur këtë takim me këtë person. Dhe shoh që takimin do ta keni, ose ju mund të ndjeni mirë, mund të jeni duke diskutuar për të shkuar me pushime, ose ku do t'i bëni pushimet, dhe në fund të javës ju shoh që aty mund të merrni, të shkëmbeni mesazhe, të jeni duke folur me personat që ju keni në jetën tuaj. Për pjesën tjetër, ndoshta jeni në pritje të largimit për pushime, shoh që aty do merrni disa para, por edhe do jepni disa para. Në lidhje me punën, prisni një përgjigje në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim. Dhe unë shoh që ju harrini ta realizoni këtë në fund të muajit. Dhe aty shoh që ndoshta ju nevojiten, merrni disa para, ju dëshironi të jeni të barabartë në këtë partneritet ose bashkëpunim, dhe do merrni disa para, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni këto para në të njëjtën kohë, duke investuar diku.
ose ju mund t'jeni duke investuar te fëmijët tuaj, duke ndihmuar fëmijët tuaj, ose dhe kundërta, mund t'jenë fëmijët tuaj që ju ndihmojnë ju gjatë sezonit të verës, ose ju bëni bashkë dhe aty fëmijët janë ndoshta dhe duke ju dhënë diçka simbolike. Gjithsesi, është një muaj fantastik, sepse ju vërtet keni kaluar shumë vështirësi, por ju mbyllni një cikël të vështirë. Lini gjithçka mbrapa dhe hapni një rrugë të re për veten tuaj. I pranoni gjërat dhe atë realitetin ashtu siç është. Këto situata që keni kaluar, ju i pranoni duke i mbyllur dhe duke filluar diçka të re, por gjithmonë duke ndryshuar kënd vështrim. Çlirojeni nga ana shpirtërore, do keni diskutime, një njohje re, një person i ri hyn në jetën tuaj dhe do hyj që në javën e dytë. Në mes në javës së dytë dhe në fillim të javës së tretë, ju shoh jeni në pritje të një takimi me këtë person dhe ju do ta bëni. Ose të një njohje të re, por në rastin tjetër ndoshta për të kaluar pushimet me partnerin ose partneren tuaj. Shoh që keni ëndra iluzione, jeni duke ndjekur dikën në mënyrë sekrete, ose ju mbani sekret një dashuri që keni, një person që jeni të fokusuar, thjesht keni ngelur në mendime negative se rruga është e hapur, shoh partneritete në pritje të përgjigjeve, por në fund të javës ju harini që të vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me gjithçka. Dhe është një muaj fantastik, marrim një mesazh nga angjëjt. Gjithsesi, është një muaj që nuk është shumë e mirë si muaj qershor, ka ato vështirësit, ka pengesa, ka vonesa në lidhje me situata të ndryshme që do keni. Dhe ju shoh jemi te energjia e ajrit. Dhe thotë që ju jeni në dilema, në lidhje me diçka, do ndiheni konfuz gjatë këtij muaji me gjërat që ju doni dhe me vendimet që ju do merrni. Ju mund të jeni në dilema ose konfuz, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë, keni mbyllur syt para gjërave, para realitetit që ju mund të keni në lidhje me një person, në lidhje me një dashuri, me një takim. Për pjesën tjetër, në lidhje me partneritete, bashkëpunime, në lidhje me pushimet, mund të jeni pak konfuz, nuk jepni dot zgjidhje, mund të jeni të ngarkuar ose ju mund të keni vonesa dhe kjo gjë ju bën që ju mos arrini dot të planifikoni pushimet. Gjithsesi, nuk është se është ndonjë problem i madh, thotë, thjesht që ju duhet ta hapni syt dhe të jepni zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme, pengesave, vonesave që do keni gjatë këtij muaji. Sepse është një muaj që thjesht do ketë vështirësitë e veta, por do ketë edhe gjëra pozitive me mbylljen e cikleve të vështira që ju keni pasur. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse përfshihet gjithë muaji dhe gjithë java, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme siç janë hëna e re, që është gjatë kësaj periudhe dhe ka efektet e veta deri në mesin e muajit korrik. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm, një muaj sa më të mbar dhe një mbasdite sa më të këndshme.